Okej, ja ku filluam dhe mezi prisja që dilja unë aty në sfond në ekran e kam sistemuar dhe shtëpinë, nuk e di nëse e keni vënë re. Është një akullore që është rrëzuar aty, por gjithsesi ta rregullojmë, ose ju bëni sikur nuk po I dalloni këto gjërat jo perfekte që kemi sot në studio. Pa ama sot do të ketë shumë bravo, na Indore të Palarat. Sot do kemi një personazh që unë e kategorizoj te këto vulkane sa I takon studios, ekrani dhe gjithçka tjetër. Ronela Ajati do të jetë sot në fan dhe unë besoj që I ri shumë përshtat formatit ton, është çmendur dhe ajo, edhe unë më keq se Ronela, si te kënga që kemi treguar, e kam thënë gjatë gjithë javës që Ronela do të jetë në fan dhe kështu që mos u humbisni këto 2 orë. Çfarë do gjë që keni vendosur të bëni? Kalojmë, postojeni agjendën se sot jeni për mua në 2 orën tonë në 15:00 deri në 17:00. Pastaj, nga ora 8 I mëngjesit në 8 të darkët ose 8:08, 24 orë ju mund të jeni me ne në rrjetet tona sociale që shfaqen tani aty lart në ekranin tuaj, kështu që nëse me të vërtetë doni Facebook, rini non stop në Facebook, keni një mënyrë alternative që të jeni in for life duke na frekuentuar ne në Facebook INTV Albania. Gjithashtu ne jemi edhe në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tonë intv.al, një website I cili ju merr shumë kohë nga dita juaj dhe ju informon rreth gjithçka që ndodh në showbiz, së ndika sikur kam bark. Sot nga që është I gjerë fustani mbase. Rrim kështu. Keni gjithçka sa I takon çështjeve sociale dhe showbizit në intv.al që është website jonë që duhet ta frekuentoni patjetër. Nëse doni të nisni ditën bukur dhe të keni gjithmonë njerëz që ju doni pranë, këtë mund ta bëni fare mirë me Telekom Albania, kështu që bëni një mesazh për gjithë njerëzit që ju doni sot për t'ju uruar një ditë bukur, një drekë të mbarë dhe të mirë me paketat që servir dhe sjell Telekom Albania për gjithë ne. Pastaj është dhe 4 goja që të bën të jesh gjithmonë in sa I takon jetës dhe rrjeteve sociale, ku pjesë ndërmuese të ditës ne e kalojmë atje me një 4G të shpejtë që sjell Telekom Albania për herë të parë në Shqipëri. Çdo gjë është e zgjidhur. Unë them të fillojmë, nuk dua ta zgjas shumë hyrjen sot, se s'kam çfarë të them tjetër, vetëm se do thell erën, bonbon. Është një ndër këngët që preferoj më shumë është kjo që po dëgjojmë tani. Dhe them të drejtën as titullin nuk ja di. Dhe as se kush e këndon gjithashtu nuk e di, por është nga këto këngë që sa herë dëgjoj, e kam në telefon, madje më pëlqen shumë. Përpoz çdo këngë që ne mund të kemi si preferencë muzikore. Prandaj bëni mirë që sa dëgjojeni në mëngjes, ta nisni me muzikë se është shumë bukur, domethënë ta lidhesh atë gjendje tënde emocionale me një këngë moment, ta këndosh apo mos e këndosh çështje tjetër, të stonosh apo mos stonosh pra çështje tjetër. Patjetër boll më pe mua në monitor. Se kam të kameramanin këtu që ka kokën non stop kështu duke më parë mua në monitor. E kuptova që sot dal pak ndosh me këtë fustani, po s'ka gjë, do kalojmë si do kalojmë. Me rëndësi është do rri ulur tani, mos do vi Ronela dhe s'të lë Ronela që të lëvizësh. Kalojmë pak te ditëlindjet e 14 janarit të ditës së sotshme. Dave Grohl, një personazh për cilin pak më vonë do flasim më gjerë dhe më gjatë sa I takon vetë jetës së tij, feston 48 vjetor I njohur për prezencën e tij si baterist, vokalist, edhe një këngëtar I mirë I muzikës rock. Sidomos e kemi pikatur në maksimum tek Nirvana, pastaj u bë themelues I Foo Fighters në 94 kur linda unë. Sa vite më përpara, të ndryshe, për cilin e do flasim pak më vonë. Mjafton që sot kësaj legjende t'ju urojmë 48 vjetorin e tij. Për të kaluar tek një tjetër personazh, nuk e di, I mbani mend The Saturdays, një band britanike muzikore, R&B pop, kështu me vajza shumë të bukura, të talentuara. Sot një ndër vajzat feston ditëlindjen. Nuk di në janë dhe nuk di ruajnë më relata të mira qoftë edhe miqësore, jo profesionale me njëra tjetrën, po sot besoj të paktën një status do ta bëjmë për njërin nga anëtare që është Frankie, shumë e bukur është, feston 27 vjetorin. Celeb Followil, gjithashtu një rock singer, feston 34 vjetorin, kitarist I Kings of Leon, kështu që nëse sot në playlistën tuaj është Sex on Fire, do të jetë super bukur. Pikërisht ne e sillim tani këtë bandë muzikore në Fan Day. Shohim. Jennifer Lawrence, është e vërteta, mbetet një ndër vajzat më të bukura që keni parë ndonjëherë, që rrëzohet shumë tapetin e kuqe dhe këtë e di dhe kemi thënë stërthën. Nuk besoj që duhet ta bëjnë tapetin e zi tani, mos e kjo se çka një alergji kundër tapetit të kuq, të rrëzohet sa herë ka ndonjë event kësaj natyre. Po ajo që nuk dini ose thon ndryshe dini më pak sa I takon jetës së saj është që ka pasur shumë të dashur, po shumë ama. Sa mund bësh 3 top 5. Mund bësh një listë të stërgjatë, prandaj ne sot do vendosim dhe do sqarojmë kështu kush janë të dashurit, kush kanë qenë dhe janë, se mund të ketë dy një kohë trend tani më të dashurit e Jennifer Lawrence. I kemi me foto, ja shohim të parën.
sa e vogël dhe sa e mirë me Nikolas është këtu. Ky është i dashuri i saj i hershëm kur ajo nuk ishte dhe aq e njohur, ka qenë lidhja e saj e parë, më e gjatë dhe lidhja e parë që është bërë publike ndër të tjera. Duken bukur për mendimin tim të vegjël. Së dyti vjen me një personazh shumë të lakuar që është Chris Martin. Nga mezi i vitit që lan pas, Jennifer ka pasur një romancë të vogël me Chris Martin. Pas ndarjes së tij me Gwyneth Paltrow, ato frekuentoheshin shumë me njëri tjetrin, por nuk dim se çfarë ndodhi dhe lidhja përfundoi ashtu në fshehtësi si kundër e kanë mbajtur pra ca zgjati. Po që ka qenë lidhur dhe me Bradley Cooper, dini këtë, si përfundim kjo vajzë me këto që luan, përfundon një lidhje romantike derisa zgjat filmi dhe pas mbarimit ndahen. Kështu ndodhi me Bradley Cooper, romanci lindi dhe mbaroi gjatë xhirimeve të filmit ku ishin të dy pjesëmarrës. Që do ishte lidhur dhe me Liam Hemsworth nuk ma mori mendjen. Nuk mund të shpëtonte absurdisht as Liam listës së gjatë të dashurve, ato luajtën bashkë në Hunger Games dhe normalisht do fillonin të flirtonin, duke qenë se të dy ishin edhe single asaj kohe dhe kërkonin një mbështetje emocionale që e gjetën tek njëri tjetrin. Për ta mbyllur kështu me Josh, që duket si djalë i adoptuar, për fakt ka qenë i dashuri, por flitet edhe për një romancë të shkurtër me bash protagonistin e saj Josh. Ato janë parë disa herë bashkë madje shumë afrimitet, për këtë fakt mediat e ndryshme kanë harruar. Jennifer nuk ka mohuar asgjë asnjëherë. Mund të kishte injoruar, por gjithsesi. Një këngë që do të vi tani, në fakt është bashkëpunimi Hayley Williams, një vajzë e çmendur kjo, së bashku me B.O.B. Ka qenë një ndër këngë që në epokën time të largët të gjimnazit dëgjoja non-stop tekstin se mësova kur. Airplane, dhe silim tani. Për gjithë ju fan lovers, unë tani, në fakt në momenti nuk është shumë për të bërë gallata, ç'është e vërteta. Do sjell një video që besoj edhe mund ta keni parë dhe kaluar shpesh në rrjetet sociale kohët e fundit. Shumë është shkarkuar dhe është parë gjithandej, po ja vlen ta shohim edhe për gjithë që jeni në shtëpi dhe mbas nuk keni frekuentuar shumë rrjetet sociale kohët e fundit. Gjatë një kompeticioni muzikor të kësaj natyre që është The Voice, një patent kjo mbar kombëtare e parë dhe dëgjuar kudo nëpër botë, ajo që më shumë ti ka bërë zë, po flasim për The Voice Kids, ka qenë performanca e një vajze të vogël, e cila ka kënduar një këngë dedikuar popullit sirian, gjithsesi situatës me vërtet kamuflozhi po ndodh gjithandej dhe reagimi që ajo ka patur fillon të çajë aty në mes të performancës, si kanë reaguar shumë njerëz të tjerë, një video që ka bërë shumë njerëz të preken dhe mbi gjitha shumë e bukur për t'u ndarë, por edhe për të reflektuar. Unë ju ftoj ta shohim tani. Është shumë e bukur, mua më ka pëlqyer shumë them drejtën kur e kam parë. Okej, janë nga ato raste që nuk është mirë të lakohen dhe dëgjohen kaq shumë, por në fund të ditës besoj që ndonjëherë mbase jo për të mbushur mozaikun e jetës, po duhet të çojmë situata të tilla, të kësaj natyre, mbase edhe për të reflektuar, për të kuptuar që nesër vjen dhe bukur është që ti je i lumtur, po të mundohesh që këtë lumturinë ta ngjisësh edhe tek tjerë, sidomos tek fëmijët që unë besoj të jenë ajo pjesa që nuk duhet të preken dhe të mbeten kështu në piedestal. Edhe kënga që sjellim tani është një këngë e krijuar nga personazhet më në zë sa i takon muzikës andej nga Hollywoodi, këngë e cila të ardhurat e saj kanë shkuar për bamirësi. All of the Lights vjen tani. Prit.
kështu po. Okej, tani jemi gati për bërë një shëtitje në Facebook, unë them, sugjeroj pse jo. Dërgoj mund të shëtisni ku të doni, nëse s'doni Facebookun, okej. Ua prishim mendje me një Instagram, nëse nuk e doni dhe Instagramin, me Twitter, me kanalin ton YouTube dhe me website-in ton intv.al. Janë gjitha rrjetet sociale ku ne figurojmë në këtë emër intv.al dhe mund na vizitoni për ta parë jetën më pozitivisht e për të qenë in for life, se këtu jemi fanators, fan lovers të gjithë. Lloj dhe fjalë më vinë ndërmend. Për çfarë po flisim në Facebook? Është një pyetje shumë e thjeshtë që kishim shtruar për gjithë ju shikues të Fan Day dhe po flisim referuar këngës, meqense ne na bashkon muzika dhe dëgjojmë shumë muzikë non stop. Kush është kënga, titulli i këngës që do t'ja vendosni për ngjarje më shumë jetën tuaj? Nëse jeta juaj do kishte një titull këngë, kush do të ishte ai? Më qartë dhe më shqip. Mirlinda, që është një fan lover shumë ideale dhe perfekte, thotë: "Përshëndetje, jetës time do i vendosja titullin Sfidë e bukur." Iza thotë: "Study for create the future and love the life", sa pozitive. Ndërsa Alma thotë: "Sa për temën jetës time do i vendosja titullin Love Life, yjet që kam dhe yjet që do i marr i kam dërguar do i dërgoj në destinacionin e preferuar." Something, nothing. Këtë thot Angelina dhe shumë interesante. Askush nuk mund mull poshtë moralin, thot Lorena. Ky është titulli, ndërsa Denis gjithmonë komenton dhe kishte ca komente shumë pikante një kohë. Na kishte munguar por shkëthyer prap. Denis thot: "I believe in besoj në mirësinë e njerëzve e çuditshme etj dhe a mund t'i shkruani në shqip?" Eni thot: "Sa për temën, everything is perfect, pra gjithçka është perfekte, të përqafoj dhe ne të përqafojmë shumë." Ndërsa dikush thot: "Ju përshëndes, in for life." Ky do të ishte titulli im ideal dhe shumë i bukur. Në jetës time do i veja titull Shijoj jetën në maksimum, thot vajza e ëmbël. Ndërsa Esterina thot: "Hi in, sa për temën, jetën pëlqen ta quaj crazy and fun life, kështu që ti qenke e bër për ne. Kështu që hajde bëu pjesë e jona." Ndërkohë pjesë të ditës dhe të Fan Day do të bëjmë një tjetër këngë, një produksion muzikor shqiptar kësaj here. I pari besoj solist i Mike që vjen tani me dashni. Teksa po dëgjojmë The Foo Fighters dhe Ina po e këndon këtu në kufje ndër të tjera se e do repertorin e kësaj bandi. Ne do të flasim edhe për një djalosh që sot feston edhe ditëlindjen për shembull. Kështu që të paktën një herë në vit duhet të përkthehen këto personazhe që kanë arsye për të festuar dhe festojnë ditëlindjen. Edhe pse unë besoj të paktën nga ato fanatikët që kanë dashur muzikën e tij, është adhuruar, dashur dhe ka marrë dashuri çdo ditë të jetës. Po flasim kështu për edhe djaloshin që sot festoi ditëlindjen. Në fakt, nuk e di sa për ju që njohim, po ka qenë bateristi i Nirvanave, kështu që një pjesë të mirë të suksesit të kësaj bande legjendare e meriton dhe djalin në fjalë. Ka nisur si baterist, më pas vdekjes së Kurt Cobain dhe pas prishjes së grupit, ai formoi Foo Fighters, si kundër thamë dhe në hyrje të Fan Day. Në 94 ndodhi kjo dhe e ka memorizuar vitin nga ditëlindja. Ka qenë një ndër personazhet që ndodheshin më afër Kurt Cobain gjatë momenteve të tij më të vështira, kështu që është dokumentar më vete, po ta marrësh dhe ta vësh ti bësh pyetje, kështu ta bombardosh, ai do të nxjerrë gjithçka se ai takon jetën së tij të fundit. Gjatë vitit që kaloi, gjatë turneut të tij, pati një incident të kësaj natyre që u përfol shumë madje, që pati një frakturë në këmbë, thyre të këmbës, por kjo nuk e ndaloi për të bërë koncertin, e lidhi dhe vazhdoi koncerti kështu i ulur dhe këto janë artistat vërtet fundi që ne këtu kuptojmë që kemi shumë pak artista. Ka qenë president shkollë dhe kjo tregon që ka qenë djalë shumë i mirë dhe kishte shumë mirë me zyshat. Në fillimet e tij ka luajtur shumë në për eventet që organizonte shkolla dhe ishte kështu hiperaktiv. Gjithashtu tregon që kur dëgjon muzikën e Nirvanave trishtohet sepse kujton kështu vdekjen e Cobain, prandaj ndoshta nuk e dëgjon sa fansat shumë non-stop repertorin e kësaj bande. Ka thënë ndër të tjera ka fituar çmimin Grammy dhe kjo është gjë më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë dhe dini si ka rrethyer dhe ka treguar vetë. Okej, dini çfarë ka bërë me çmimin Grammy? Kur dua të mbyll derën dhe nuk dua ta mbyll të tërën, e vendos aty dhe më mban derën hapur ose më bllokon derën, duke bërë një ironi kështu të thellë fare sa ju takon çmimeve dhe vlerën që çmimet për të kanë, kështu që mos e prisni mendjen për të dhënë Oscar. Vetëm që vdes për një Oscar është Leonardo DiCaprio në këtë botë. Gjithashtu cilëson veten si një fëmijë super aktiv. Në Australi një kohë është arrestuar dhe po ngjilte makinën në gjendje të dehur, është një humorist i madh, ka një humor kështu anglez fare dhe gjithashtu pas të bëjë i famshëm ka punuar si shitës në një dyqan ku shiste diskje dhe ka treguar që e urren këtë punë që ka bërë, sepse ëndra e tij e fëmijërisë nuk ka qenë ishte një ndër legjendat e muzikës që bën ndër vite, por të bëhej një pilot. Ne sillen tani një këngë që shpeshherë kemi luajtur këtu në Ind dhe vlen gjithmonë ta luashim po të njëjtin intensitet. Foo Fighters. Pa shumë bukur më i ke këmbët. Shikoni pak kë kam në studio, kush më ka ardhur mua në studio. Tara, Ronela. Nela më shundot puthja. Hajde, zbarito. O zot. Ndërsa kjo më tha unë sot pusës dua. Aj, më s'ka është me dëshirë kjo. Po, me dëshirë, po ti deri në fund o të më pusësh, o nuk ikën nga kjo studio. O të putha, dhe puthja e ndë quhet puthja e madhe. Dëgjoj, po që pas ke ndryshuar look ti njërë nga ere po që jemi parë bashkë. Jam bërë
si maga maguja me të flokët, por ka gjë. Në fakt ti shquhesh si kameleon se u takon ndryshimeve të shumta që ke bërë. I ke bërë për qef, ke ndonjë projekt? Jo, unë e nisa me ngjyra, duke qenë se edhe projektet më lidhen me këto flokët që duhet jem pak jashtë nga vetja ime. Normalisht edhe dita shoqërohet me të pot një të ngjyrë, sepse s'mund t'i lyej vetëm kur kem një klip apo diçka, se s'dua të dalë tullace. Po. A mund ndodhi dhe kjo? Po edhe mund ndodhi, s'është ne që duhet. E ke menduar? E kam kokën e bukur. Hajde do të shojmë në një projekt dhe kështu. Me kismet. Pastaj do thonë ka kopjuar Jessie J, mos e bëj. Se e ka prerë, I ka pas kështu. I ka prerë. 2 herë madje i qelloj shumë mirë. Ronela, faleminderit shumë që më erdhe. Faleminderit ty që më ftove. Edhe urime shumë për ndryshimet e reja në look. Edhe juve. Bukur, ë? Të pëlqen. Shumë pëlqen. Sa qef. Tani e di çfarë do të pyes në fakt. Sa herë kemi folur bashkë telefon, ti mua flet një dialekt Kosovë. Pse? E para. Hajde bre, ta shkallëzoma. Jo, more! Shikon? Dhe e qanë, e flet shumë mirë. Haj gare, more boj. Jo, e kam edhe me shoqërinë time këtë punën e dialektit, që duke qenë se edhe puna na ka lidhur ande dhe është diçka ndryshe nga e folura jonë, e kemi si një lloj shakaje gjithmonë kur flas me njerëzit. Allah, ja, kështu Allah Fatma bre, edhe u shkrijem po fare ja, more, të qeshur. sën. Tentoj dhe unë të them dhe gjë, po nuk ja dal. E di çfarë më bën shumë përshtypje tjetër? Ke bërë mungesa që asaj kohë në intervista. Po. Pse? Nuk kam dashur, është ja puna të punës tënde. Edhe ato se doje. Se do ti më i vajzë. Do ta dua në fund. Jo, shiko, nuk kam dashur sepse nuk kam nxjerr gjë, nuk isha bërë gjë. Edhe nuk do doja që njerëzit fokusoheshin tek mua për më falni shumë për zërin sa më ftohtë. Nuk do doja shumë që njerëzit fokusoheshin tek unë për gjëra të cilat nuk kanë lidhje me atë që unë shfaqem. Po. Në momentin e parë që unë presupozohet se këndoj për një X publik që jemi ne këtu në Shqipëri, atëherë unë dua që vëmendjen që mund ta kem nga dikush ta kem për atë gjë që bëj, jo për atë gjë që ata mendojnë se po kaloj apo se po bëj. Kështu në momentin e parë që unë nuk kisha nxjerr një projekt muzikor, nuk kisha pse t'jepja intervista apo t'lija dikë të remonte për gjëra që unë nuk doja. Nuk do t'i tregosh mbi gjitha se shumë e prerë je në këtë aspekt, apo këtu ti çfarë? Jo, nuk është fare që jam e prerë, përkundrazi. Unë kam qenë dhe jam mbajtur gjithmonë si nga personazhet sepse kam vetë këtë lirinë e fjalës dhe spontanitetin dhe nuk e kam problem fare për pyetjet, por në momentin që që dikush abuzon, normalisht as unë nuk dua ta pres. Jam shumë njeri tolerant, kam qenë gjithmonë shumë i hapur ndaj gazetave, intervistave, kam folur për çfarë do lloj pyetje, nëse të tjerët e bëjnë ai do më tregosh skaletën me pyetje, çfarë do bësh përpara. Ti nuk e bërë dhe mua për që shumë të gjë, bëj çfarë të duash. Kështu më tha Ronela, Fatma, bëj çfarë të duash, nuk është problem. Bëj që se më the bëj çfarë të duash, unë do e bëj tani. Bëj çfarë të duash. E di si është puna, kam lexuar që ty të kishin epitetuar shumë kur ishe e vogël, madje edhe prindrit si çun haram, sepse bëje sherrë me çunat. E di çfarë dua të di unë, me kë e ke bërë sherrin gjatë kësaj jave? Ke bënë sherrë, kush është sherrri i fundit? Gjë unë ndaq besohet, ndaq mos besohet ti, po sherrët e mia janë gati 0 në jetën time. Me vërtet? Po që të besoj fare unë. Po, shiko, unë jam njeri shumë impulsiv i shkafët. Po pra, e çmendur fare. Po, ti je impulsiv nuk do të thotë që ti je njeri negativ, sepse për mendimin tim një sherrë hap një njeri negativ. E ngacmon një njeri negativ e sjell, unë jam njeriu më i qetë dhe më nuk i dua fare këto zëkat. Mundohem t'i evitoj edhe t'i shëshoj, sa më shumë të mundem, sepse e di që nuk sjell as përveç se lodhjes nervore, duhet bësh shumë tek mua që të bëj unë sherr. Me vërtet? Unë jam shumë njeri tolerant, do të thënë edhe njeri që mund të flasë i keq për mua, po edhe kur para fytyre të më thotë diçka nuk i qesh. Me në frego? Sa mirë. Nuk jam nevrike, jam impulsive, po s'jam nevrike. Nuk jam gjakënxet në sensin që merr kot. Që të bëj diçka, po, keqe. E kuptova. Ka njerëz unë gjej për ditë femra e uzura, kapa, ra, kur s'ka ndonjë. Kur asnjëherë. Jo, asnjëherë. Po mirë, Ronela. Ku ishe gjatë kësaj fundjavë? Ko të flasim për fundjavën?
Këto fundjavë kam qenë në shtëpi duke fjetur edhe duke vazhduar sëmundjen time të gripit, duke u përpjekur të shërohem. Gjithmonë për vit të ri. S'ke bërë pushime për vitin e ri, por shumë të gjithë. Shkoja 2-3 ditë, mendova të bëja disa pushime në Selanik, ika nga Greqi, me idenë që të blija ndonjë rrobë. Po, shumë. Slash polici dhe komisariat të Selanikut. Si stundant, më fal. Po jo, na morën makinën në faqë se tash nxjerrën në policinë e Selanikut. Po s'të la policia në Shqipëri, vajte në Greqi dhe atje prapë makinën me karotrec, me merimong, na e morën kerrin more. E dija që do flisje. Na e morën more. Më fal, e morën makinën si përfundim. Si ishte policia e Selanikut? Në ndryshim nga kjo shqiptarja, se dhe me toke patur e lata. Nuk janë shumë të zgjuar, e vura. Ja. Ka të bëjnë. Kod. Ne do vazhdojmë do rrim bashkë, po them të fusim një këngë një. Ja fusësh më. Shojmë një këngë. Qa bëre dje? Si ma kalove gjithë ditë? Ta më pëlqen kjo këngë. Me vërtet edhe mua më pëlqen shumë preferuar e kam. Si ma kalove dje ditë? Dua ta di nga mëngjesi në darkë, çfarë bëre? Dje. Lale më gjithë dje. Se mbarmend? Po dje marr me ca mbyllje emisionesh, Po. që kam vendosur të jap të intervista. Shoqëri më në Po, dojmë ca emisione edhe një kafe, si gjithmonë. Me kë e pi kafe në Nela? Me shoqërinë time, me shumë pak njerëz që më kanë ngelur nga sprovat e jetës. Dhe shumë jesë provuar, duhet ta themi dhe këtë të fundit. Po mirë, miq që ke tani më, a i takon në showbizit apo ke vendosur jesë provuar nga kjo pjesë dhe nuk do më miq nga showbizi? Po jo, janë miqtë e mi, pothuajse shumicën kanë qenë artist, edhe në mos kanë qenë pjesë të showbizit në mënyrë të vazhdueshme apo shumë komercial, janë artist. Do me thënë, shokët e mi, më të mirë janë balerinë, janë këngëtar, janë piktor, edhe janë njerëz që mbeten dhe i ke merren, po, janë artist në shpirt, është nga njerë gjë më e madhe se sa t'jesh artist vetëm në daljet e televizionit. Po, Nela, shumë bukur e kja të gjënë. Dëgjo, ti je virgjëresh? Jam bërë si kësull kuqa, po jam 2 shtatorit, jam virgjëresh. E të regon ditëlinjen moshën tja, apo se të regon? Po, edhe një 2 vjetë mund t'a tregoj. Pse sa jetë? Pastaj do kthejmë mbrapa në kohë, 26. Deri 28 do e thuash, pastaj do mbetesh 26 Jo, pastaj mund të kthejmë edhe 25. Po, biles ndodhi në një vend kjo, ku shkuan më morën për një formular, mosha 25 thash. Në vërtet? Pas ke filluar me këtë fazën. Unë gjithashtu di që ti që 4 vjeç ke filluar me leksione piano, baletit, dhe këto ta kanë injektuar dhe prindrit. Po. Ke menduar, gjithmonë ke dashur të bëhesh këngëtare, apo do e diçka tjetër, prindrit a donin që ti të bëhesh këngëtare? Shiko, kur je fëmijë, nuk e kupton se çfarë kot që të pyesin që do bësh kur të rritesh, është një budallik me mos i pyesni më fëmijët që do bësh kur të rritesh, se kthehet komplet tjetër gjë, kupton? Unë kur kam qenë fëmijë, normalisht që çdo prind ka qef që ta ke parasysh ta fusi fëmijën nëpër këto aktivitetet kulturore, edhe unë kam bërë pianon që 5-6 vjeç, kam qenë në shkollën baletit me leksione kërcimi, kam qenë pallat pionerit, gjitha këto me radhë. 4 vjeç kam dalë për herë të parë në një emision fëmijësh, që aty fillova të bëja provat shkontime të parë. Ke fituar edhe një çmim në një kompeticion në Maqedoni, ë? Po, kam marrë çmimin e parë. Ka qenë festival fëmijësh. Po. Nëse aty shtëpisë time, kur më panë të ka emision, moshën 4 vjeç kam pas emision me Marieta Larjen. Po, edhe ka qenë kjo Çufo edhe Tipi, ta që i mbanin kukullat me duar, edhe unë shkova dhe ja hoqa ato, edhe i lash me duar, kështu kanë transmetim live. Edhe shtëpisë nuk e, mami dhe babi nuk e vranë shumë mendjen se thanë, kështu se që qojnë, këto nuk du t'i futet krimbi për të bërë artiste, ke parasysh se bërën për muja të vogla. Më aty të fut krimbi, do e bësh artist. Aty e gjeta krimbi, të Çufo, ja. Edhe më pas duke u edukuar me këtë lloj kulture është shumë
shumë e vështirë të dalësh. Plus gjithmonë dilte ndonjë kompeticion i ri, që unë i tha mamit, se edhe këtë, derisa arriti aty që unë shkoja në për audicione vetëm çeftas pastaj, jo, shpisime nuk kam dashur që. Jo. Kur kam shkuar të ethet e së premtes, mbaj mend të parat fare, unë kam qenë sa kisha nisë klasën e 8, as 13 vjeç nuk kisha bërë. Kam qenë fëmijë i vogël, gjë me syze kështu me ato flokët, ke parasysh to gërsheta deri këtu dhe pastaj kaçorrela. Po, këpucët që ishin me maj, kisha blerë një palë për atë rast. Edhe mami nuk donte që të shkoj, edhe kam shkuar në 7 dite kur ishin gati për të mbyllur. Po, edhe janë futur kështu si për njerëz. Natyra që ti je që e dim tani më të gjithë. Po, jo, ndeja si pula atje, se isha, më duk diçka, jo isha friksuar, se diçka shumë e re për mua. Kur më thanë ata që fiton direkt shumë bukur, unë aty s'mbahesha më. Unë aty isha bia e Tina Turner. Po pastaj... Nej, se pastaj më rënë pupla shumë shpejt. Pse? Ti vazhdon ti jesh me pupla. Kjo është sigurt. Në 2007... Mos të mësoni fëmijët tuaj me pupla. Se një ditë ju bien. Është gjë më e keqe. Sa mesazhe ke dhënë, domethënë gjithë prindrit do kënaqen sot. Ronel, në 2007 ti patë këngën tënde të parë, si natyrë që gjithmonë je kështu kameleon dhe në mendime madje. Si e mban mend? Aty nuk shkoi ka qenë apo? Jo, në fakt si solo po them. Se ke pasur bashkëpunim me Orgesën në herët. Atë kam pasur. Requiem. Shiko, ajo kënga me ty nuk shkoi, ishte diçka që unë isha shumë e egzaltuar si këngë, për që sapo isha futur në një lloj menaxhimi tek Energy Radio atëherë që ka qenë në fillim stafi i Florit i Andit edhe unë isha prapë unë vazhdoja bia e Tina Turner, po unë isha aty. Ky ishte momenti i flatrave të mia. Mendova se isha diva më e madhe që ekzistonte, kupton, edhe nuk ishte asnjë të ndalur. Absolutisht, po, fillova me këto këngët kështu, ndërkohë isha një rroç i vogël, prapë që akoma s'dia hilet e këtij show Busy që është shumë i tmerrshëm. Edhe pas prezantimit të këngës magjike për herë të parë që jam qenë me orkestrën, mbaj mend që kam pasur një lloj vizatimi këtu, në natën finale. Po, dhe me atë vizatim kam dalë edhe të nesërme në rrugë me idenë që shikoni kush po del nëpër rrugët e Tiranës. Po sa e çmendur. 16-17 vjeç. Shumë naive, me idenë që çdo gjë është shumë e lehtë dhe e bukur. Normalisht nuk ma fare asnjëri dhe aty prapë më ranë flatrat. Sa të pas ka rënë këto flatrat të shkretë. Më ranë edhe ngela, pa flatë. Puna rrje por komplet, aty kuptova që duhet shumë punë. Tmerrsisht punë për të arritur diçka shumë të vogël, sidomos në vendin që jetojmë ne, duhet lodhesh 10 fish për të nxjerrë diçka që njerëzit ta vlerësojnë, as ta vlerësojnë. Ne kjo i fut një tralala. Ciao. Ti fusim dhe në një tralala tani? Ja fusim. Hajde, shojmë një këngë. Po që unë të kam gjetur mashkullin ideale, di ti? Mua? Po. Ja. Atë që do ti. E ka që pas jasëgur, si zmadit. Hapi një. Ti vetë ke thënë që ajo është ideale, nxire, Ronel. Ky me qyqa. Vetë ke thënë në intervistë që ky është mashkulli jot ideal. Jo, asnjëherë. Ti vetë ke treguar. E kam thënë se kam qenë ethet e filmit. Po. E do kështu të veshur apo e do të zhveshur? Jo, me të veshur. Të veshur e do, e lejmë të zhveshur. Po, një. Ja, nuk, shiko. Mirë është dhe shkonit, që të vërteta. Po. Hajtë mirë. Sa shumë që shkoni, ja, identik. Kush është mashkulli ideal për Ronelën? Një njeri që të kupton edhe të ngjit, besoj. Një njeri që kam përshtypjen të duron me make-up, pa make-up, kur vërtet, kur je e veshur mirë, kur je e veshur keq, kur pëlqen ato që aty të duket defekt. Po, ky është ideali, sa e bukur. Po, s'pate me këto? Kush nuk e pati me këto kur doli filmi, pse se pate ti? Them drejtë, nuk është në shijet e mia, të them të vërtetë. Është ky? Ja. Si aktor? Ja. A si mashkull, nuk e di, varet është me thënë. Po mirë, e di se unë e pash e po e shifja, po e thësh jo, ky s'ka lidhje fare edhe nga aktor që pëlqen, unë s'ka lidhje fare. Jo, pse kë pëlqen ti? Johnny Depp. Po. Për Johnin, po, për shembull, na kishte sjell Johnin këtu. Po mirë, gjithsesi, as Johnny, as ju nuk ngjan me Young Zerko në Ronela. Po Young Zerko kam shok. E ke shok? Po. Me vërtet ke shok? Po, kam shumë shok. Po pse thonë gjithë që ju jeni të lidhur bashkë? Po di unë,
Më të shmande. Se për ty s'thon ndonjë gjë? Jo, nuk ka mua thënë asgjë. Po ideja, jo thonë, mua më thanë gjithë, hey, Keronelën, po pyete se është me hangë zerkën. Po jo se kërcyem aty. Nga që kërcyet. Po ju keni pirë dhe kafe bashkë, unë kam qenë aty. Po me kafe do pija, unë se edhe prova kemi bërë. Pse zgjodhi pikërisht ty për të kërcyer bashkë? Sepse ditë kërcej. Dhe donte të dilte mirë. Askush tjetër nuk ditë kërcej? Jo. Po pse, kur unë isha me Nikon për të pirë kafe, të ishe me zerkën, ishim bashkë të katër, pse? Po, harro, okej, ja futa kod këtu, sepse kishim prova asë kohë. Se sa blof ke dalë. Po, po ti je lidhur? Ja. Do më thëmë me zerkën nuk je lidhur. Po si kur nesër pas nesër toni që jeni të lidhur, unë do të këtësjelë të gjën? Po, nesër pas nesër, po flasëm për sot, edhe për dje. Ka ndaj mundësi që se zerka është djallë shumë mirë, me duar shumë ku do të Po, shumë djallë mirë. Nuk e di. Ite. Se ka që keqë. Dëgjoj tani, a ka ndaj mundësi që zerka tjetë edhe mashkulli ideal për ty? E di si është, por mua më pëlqeni shumë. Okej, ndoshta nuk jeni çift, por mua më pëlqeni shumë se ti dhe duat ju lidh bashkë. Si t'ja bëj unë? Fol tani, se ty s'të mbyllet goja, pse po si serioze? Po. Se s'fillon punë kështu ti, gjendje civile. Do ta mendoj. Ja t'ju lidh ju të dyve dhe do ta mendoj. Po na eci do t'japim në lek. Plus. Po, a ka ndonjë mundësi në një të ardhme të largët? A si ti në të ardhmen kush e di çanot. Po. Po, mund të hartoj me Johnny Deppin. Po. Po edhe me zerkën më martohet. Po edhe me zerkën më martohet. Okej, mund ta shohim tek. E bëm titullin e lajmit. lajmit. Po thosh edhe ti me zerkën. Po. Po. S'm ka qejf muaj, nuk e di pse më shan gjithmonë. Po në të ardhmen, po flasim. Në të ardhmen. Po futa mikun. Ronela, po në showbiz ke shoqe? Në showbiz. A ja vlen? Nuk ekziston në shoqe. Jo. Mund të kesh miq, koleg që ke shumë muhabet, po. E kuptoj. Por ti hapësh jetën një njeriu që është në një njëjtin profesion me ty, është nuk e vlen. Ti e ke të mësuar, të dëgjuar? Jo, e kam të mësuar. Të jetuar, gjithashtu. Sepse me të dëgjuar në çast kemi dëgjuar, pasi s'kemi bërë. Po. Sa na kanë thënë mua aty e të tërëve prindit mos e bëj këtë, bëj këtë. Po kush e di. Po shoqë të ngushtë kë ke? Kam një shoqe që e kam pasur që në gjimnaz. Që e nxjerrë në Instagram? Jo. Jo, e nxjerr. Kemi foto në Instagram. Po. Sa qep. Në fakt, e di çfarë pyetje tjetër doja të bëja unë, po bësh një rezume dhe kalkulin gjithë karrierës tonë muzikore, ke qenë, ke punuar dhe ke produksionin nga studiot e produksionit më të rëndësishme në Shqipëri. Duke nisur me 3 docat, pastaj ke punuar në produksionin e Stines, ke qenë me punuar te Stines. Jo, s'keni asnjë këngë te Stines? Jo, kam një këngë në Top Fest. Ajo më të më shkën nga parë solo, tamam. Po. E promovuar, po nuk është se kam punuar në... Që ti jesh në produksion, po. Po, me Gitin, po. Tek Tridoca dhe tek Giti kam pasur produksionin më të madh edhe në kohë të vazhdueshme për këngë. Po. Për ca kohë punoj edhe me Baba Starsat, apo jo? Shiko, Baba Starsat nuk bën këngë, Baba Starsat analizë gjë tjetër, ishte menaxhimi, koncerteve, apo qoftë bashkëpunimet mes njëri tjetrit. Por ata nuk bën këngë sepse janë grup reperash që unë të vrasë, unë të prezenter. Gjoj kanë fjallë, apo me vërtej bëjnë të gjëra? Që ti dhe një? Edhe mund t'i bëjnë. Edhe mund t'i bëjnë, husta e frikshme. Me qënë se ti, thënë ndryshe ke punuar me le themi personazhet muzikore që përfiten më shumëti dhe po bëjnë muzikën në fundit. Me këngë të do ripunoje, kush ja vlen të ripunosh? Po, unë nuk i kam shkëputur marrëdhëniet me asnjëri, më kupton? Edhe të gjithë ata që kam punuar janë të talentuar. Edhe, shiko, me mua është pak e vështirë sepse unë vijat muzikore, muzikën e bëj vetë. Edhe kur shkoj tek një X kompozitor, aq më tepër kur e kompozitor, edhe unë tisha, kur më një këngëtar dhe të doja të më thoshte unë dua këtë dhe do bësh kështu për çdo gjë, kupton? Është një çik ajo. Ndërkohë që unë këtë gjë dua. Edhe... Nuk e di... Ke patur probleme për shkak? Jo, nuk kam pasur probleme, po thjesht ja unë zi, kupton? Se them, ja, s'pëlqen kjo! Vajta tjetër, po! Jam shumë kërkuese. Por kjo më thjen një gjë të mirë, sepse në qoftë se një gjë më del keq, paktën e di që më del keq nga kokaime, edhe në qoftë se më del mirë, prapë ja jap meritën vetes time. Nuk dua që të ndali diçka keqe, të them pas nesër prej këtyre ishte, mund kishte dalë dhe më mirë. E kuptoj.
Po gjithashtu, domethënë emri jot lexon shumë nëpër tekste. Çka thotë bën shumë tekste. Shumë të bukura, shumë këngë që kanë qenë super hite, aty lyrics Ronela Ajati. Po, shiko, unë nuk kam dëshirë të punoj shumë me tekste. Jo, më. Po, nëse e kam bërë për njerëz që më kanë pëlqyer, edhe që më ka pëlqyer mbi gjitha kënga apo një nder, një favor. Ndërsa që të punoj si tekst shkruese për çdo lloj këngëtari që ka dëshirë nuk dua. Sepse unë punoj edhe për veten, edhe mbase mund të jap një duket pak egoiste, po mund të jap një frymëzim shumë të mirë, diçka shumë të mirë diku që mbase edhe se meriton apo si shkon. Edhe mund ta çosh dëm si projekt. Po, nuk jam e tillë, duke qenë se okej, nga tekstet ka një lloj përfitimi monetar, por nuk dua që ta shoh vetëm këtë si përfitim monetar. Kështu që dua që ato ta shfrytëzoj në të mirën time, më shumë se sa. Po mirë, teksti bë shumë bukura, kjo vlen tol. E kënga fundit vetë ke për tekstin, ato si kjo? Po. Shiko, më besoj që këto këngë janë pak më të vështira për të bërë tekste se sa një balad apo një këngë që ka një ekstem. Duke qenë se fjala për shembull do si kjo apo çfarë janë këngët e fundit komerciale trend kanë vështirësinë e gjetjes. Kupton, të gjejmë diçka, një fjalë që të mbahet mend, kupton, të jetë thjesht, mbahet mend edhe të heci, mos ketë një temë X. Unë këto i kam shumë më të vështira se sa që kam pasur Malagatën apo Balad apo Nelës që kanë qenë këngë personale që unë kam ditur për çfarë do flas, edhe janë këngë që dalin më të ndjera nga shpirti. Po, më pëlqejnë më shumë ato si këngë, se sa, po. Unë dua ta shohim pak tani në fakt këngën tonë dhe pastaj të zbulojmë disa detaje për cilën foli dhe gjithë Shqipëria ndër të tjera. E shohim, a do si kjo. Shkrebe, shumë bukur duket, pritet pak më të shtu. Nuk ka të shalë të Ronela. Ronela që është kështu. Ngri? Vetëm këmbët, okej. Duket bukur, duket shumë bukur. Dhe mua që më sheh mami dhe bëj kështu gjërash. Pa turp. Po mami, si reagon pas performancave të tuja? Gjithmonë ti Mami! Ka ndonjë kritik? Shiko. Si e kritikoi këngën e fundit, mami? Çfarë tha për ty? Familja ime është nga familjet më intelektuale në Tiranë. Edhe mamaja ime është pedagoge zysh Gjulje Tërsie, edhe çfarë mund të presësh mendim nga dikush që predikon dashurinë e Romeo dhe Julietës gjatë gjithë jetës dhe shef dikoj që bën twerk me këmbë përpjet, kupton? Dhe çfarë të tha? Një muaj nuk më ka folur, nuk kam bërë mos malshon. Kur kam nxjerrat këngë nuk më ka folur me gojë hit. Po për të tjetrën, se kjo nuk ishte. Jo, kjo i pëlqeu sepse nuk ishte zhveshje. Nuk ishte zhveshje. Kupton, njafa e shikon. Edhe kështu mund të jesh shumë e mirë. Kënga ka bërë 1 milion klikime. 1,5 milion, po shkon për 2 milion tani më se e pash. 1.800. Po ka 2 milion. Është përkthehet në sukses. E prisi ti këtë? Shiko, njeriu pret gjithmonë më të mirën. Nga një anë unë nuk është se i kam bërë një promot shumë të fuqishëm këngës. Edhe e kam lënë ta testoj çfarë do bëj një herë vetë. Sepse jam në një fazë të tillë që dua ta testoj pa u bërë verrem edhe morë në çdo emision dhe në çdo televizion që e transmetoni këngë. Ua, pse ndodh edhe kështu? E ke bërë ndonjë këngë këtë gjë? Jo, s'ke dashur asnjë. Ka pasur raste që një këngë time për shembull nuk e ka transmetuar një X televizion apo dikush tjetër, siç ka ndodhur edhe me këtë këngën, edhe as i kam ndërmend. Po mirë, çfarë u bë me atë skenën që unë e pash në klip, duket shumë bukur që edhe morë edhe pa di sa i takon se bëre zhurmë të tipit. Nuk mora pa di, kupton? Tu është problemi njerëzve. Kundrejt teje? Jo, nuk u ngrit pa di. Paguit në një gjop, Jo, një gjop pagovon. Po ajo ishte diçka që nuk ishte lidhje me klipin. Nuk ishte. Jo, ishte një gjë komplet tjetër nga ana e qarkullimit. Shumë në media, në fakt Shiko, kjo është fryrë në media jo nga mua, nga të tjerë, kupton? Edhe tani nuk foli asnjëri as gë ka smëk, edhe kjo ka qenë arsyeja tipike që unë nuk kam dhënë asnjë intervistë për klipin, duke qenë se për mua u fol shumë sikur unë isha përvoluar e shekullit për pak famë dhe vëmendje, gjë që mua kur jam mësuar gjithë jetën me kamerën në kokë,
që fëmijë, edhe nuk më ka hyrë kurrë në xhep që të dukem tek njerëzit, me anë të ca studentave të veshur dhe miqtë mi të veshur me zeza. Mua më duket më shumë si personazh Nëse unë do ta doja vëmendjen siç e do çdo këngëtar, dhe është normale, do ta doja pas klipit. Dhe unë këtë gjë e prisja pas klipit. Kupton? Përpara se të xhiroj videoja, unë as nxora foto, madje as nuk desha që të merrej vesh që unë po xhiroja. Njerëz të tjerë nxorën, njerëz të tjerë folën, njerëz të tjerë shanë, bërtitën, u lëritën, u friksuan, ku di unë çfarë bën, edhe në fund pastaj doli një rezultat komplet e kundërta atyre. Pa di nuk u ngrit nga askush, pikërisht se unë e pash që gjërat kishin filluar dhe po shqetësoheshin njerëzit nga kjo gjë, që më duk shumë idiotësi, duke qenë se në 97-ën e kam plasur plumbat në mur të balkonit, edhe asnjëri nuk u trembaj shumë se ne e bëjmë çka të madhe, jemi vetë si popull, kështu. Wow, vdesim tash, nuk e laj si të vi këtu me një furgon me targa kruje me 20 njerëz. Plus ato nuk ishin burka. Burkat janë këtu është mirë shumë keq për këtë keq interpretim dhe keq kuptim shqiptarëve që ka ndodhur. Burkat janë në veshje para punës, me sa dinë sa vende janë vetë paligjshme. Dhe janë për njerëz që nuk janë të pa identifikueshme. Në momentin e parë që unë i vesha me gold, edhe me ato janë veshje sheikësh. Ato janë veshje që vishen në Arabi. Në ato aksesorët kështu po. Po, unë i kam parë Alibaba tek film. Po, unë i kam parë në Google, si të shohin çdo njeri një veshje sheikësh. Më pëlqeu që ishte diçka e zezë, ishte koha e tillë që duhet na e bëra me veshje të zezë me gold. Nuk jam e para që e ka bërë këtë veshje. Të shkoj shtrin videoklipi. Shkoj ca. Shkoj. Ja, nuk i marrin këto parasysh, isha 50 veta që i vesha ai. Se ke veshur shumë. Tani ti ke bërë një emision në radio shumë kohë më parë, ke provuar dhe spike për sa që them me flisnit. Helm, e kishte si titullin dhe vetëm helm nxirrnit. Po, edhe se kam qenë zot. Të pëlqen si ke qenë? Kam qenë shumë naive, edhe në momentin e parë kur jem naive dhe i merr gjërat me qetësi, të hapet goja më shumë, edhe nga ndonjëherë nuk di ku flet. Këtu është problemi, që ne ato pastërtinë e shpirtit që ka çdo kush, duhet të dim ku ta tregojmë. Sepse gjithmonë të shesim, këtu njerëzit shesin për 5 para, është gjë më e ndyrë që mund të ekzistojë. Të ka ndodhur ty kjo? Në showbiz apo jashtë? Po, mua s'do më shesi mamaja dhe babi, kupton po. Komshia. Edhe mund ta bëj. Megjithëse e di si është puna, të them të vërtetën. Sa herë që flasim për showbizin apo për këto marrëdhënie që deri diku ti edhe je zhgënjur në showbiz, mua më vjen ndërmend Samantha Karavella. Ja, ama mos më pyet. Ta them tamam. Është bërë shumë muhabet boll, kupton? A flisni, domethënë, qoftë kontakt profesional? Ja. Fare. Nuk e kam parë fare. Nuk keni parë. Më të mira, qoftë më mirë, është bërë diçka shumë, është bërë si puna e ISIS-it edhe kjo, kupton? Është diçka që është mbyllur ajo. Pa lidhje fare. Njerëzit ftofen, kanë punë, kupton? Kjo gjë mund të ndodhur edhe ty edhe diku tjetër me një gjë që ka mbyllur një etap tjetër ose një tjetër. Nuk ka ndodhur asnjë lloj sherrri apo zënke. Kjo gjë është bërë larg, jemi ftohur. Kishin i ftohur. As nuk dua, as e kam përmendur kurrë si muhabet. Po, e kam vënë re në fakt. Nuk kam fol kurrë për këtë çështje. As mbrapa kamerave as para. Dhe s'do skender mund ta bëj. Është shumë mirë bën. Jam shumë unë respektoj shumë njerëzit me cilët kam shpenzuar kohën time. Kështu që nuk mund të çaj dot kurrë dikë që kam ngrënë në një pjatë. Edhe që kam dhënë shpirtin për x gjë. Kështu që skender mund ta bësh. Je njëri pozitiv, unë këtë e kam kuptuar që dhe që pim kafen edhe kjo është. Shiko, mua më kulmojnë shumë njerëz, ti nuk e ke idenë se sa flitet për mua keq mbrapa krave. Unë jam shumë njeri i drejtë, edhe ma shpifin konjunkturat, edhe ngre shumë zërin kur e shoh që këto gjëra po bëhen. Nuk jam servile, në sensin që të mbyll gojën kur shoh që diçka s'shkon edhe vetëm sepse më leverdis mua duhet ta mbyll gojën, nuk e bëj. Prandaj edhe shumë herë nuk më kanë dalë gjërat ashtu siç kam dashur, sepse këtu njerëzit duan të shfrytëzojnë, të punojnë me ty për aq sa duan vetë dhe pastaj ato benefit që ti e kërkon nuk ta jep asnjëri, kupton? A e ke për kompaninë e produksionit që keni punuar më herët? Jo, për çdo gjë. Për çfarë do një gjë, s'ka lidhje. Shohim një tjetër këngë? Çfarë po bën Ronela? Nuk e di, më the të shtriem apo ngre duar. Do të nxjerr gjithë të zezë. Shumë rehatshme ajo pjesë divanit ishte vërteta.
Shumë bukur, duke si shezlon po duket. Po. Në fakt doja të shtria kështu sepse dua të bëj një lojë tani në momentin që ne po flasim. Le të themi që quhet lojë. Kemi zgjedhur fjalët më kyçe të jetës e të tjerë, dhe dua të di kur unë them ty një fjalë, për shembull dashuri, kush është gjëja e parë që të vjen ndërmendje? Qoftë person, qoftë një fragment i jetës, një ditë, një natë, një këngë, një film. E fillojmë? Po. 1. Dashuri. Një zemër e kuqe. Po urrejtje. Samara. Po xhelozi. Ngjyra verdh. Falje. Unë. No. Gabim. Prap ti. Edhe falje dhe gabon. Perfekcion. Unë me. Po, të gjitha ti do i kesh në këtë botë. Inat. Inat. Situatë, person. Çfarë do lloj gjëje? Greqi. Greqi. E gjithë inatin e le andej. Po borxh. Kujti ke borxh? Ke borxh Ronela? Kam ja dy të vogla, po bëjmë dy. Po shoqëri. Ku ka njëri që s'ka borxh. Shoqëri. Shoqëria ime. Po. Nostalgji. Mosha 20 vjeç. Ua, kur isha 20 vjeç. Trishtim. Trishtim. Qershor korrik. Isha shumë mëzitur atë kohë. Pse? Se nuk pata as koncerte, nuk të kam parë as kund, do të kush Ronela. Pse nuk isha as gjikundi? Si isha se s'më lanë të bëj motor. Se la produksioni më hershëm. Jo, nuk është puna se... Po pse Ronela që njohim ne është një vajzë shumë moskuqarse dhe unë mendoja që ndaj kësaj gjë do të reaguar në tipin që ku kesh, do filloj. Kjo më bëri dhe mua më shumë çudi. Kjo parasysh sepse përjetova shumë edhe mërzite, Ishte punën shkuan deri në personale, nuk ishin më profesionale se. Ama e ke kaluar. Klipi im nuk doli kurrë. By the way, do them një gjë. Thot që ajo kënga Tiger që nuk do dali, është e ime dhe do dali. Do dali? Po me klip, e di unë kur do dali dhe si do dali. Qa thua? Se di qa dëgjova unë që Sheila Hadjira, që është një vajzë tjetër që është në produksionin ku ti isha më herët, thanë që kanë nxjerrë një këngë dhe kanë nxjerrë këngën e Ronelës tani më, dhe ka marrë rolin e Ronelës ku dëgjoj unë diçka e tillë. Ja, Sheilën e kam shumë mikë, është shumë këngëtare talentuar, s'ka ndirë atë këngë. Nuk është ajo kënga. Ama do dali kjo kënga, kjo është super live, sa qef. Po do dali, pse mos dali? Fundja e bukur është e jotja, është mbi të gjitha, kjo dhe shumë këngë. Po, kur përmendim seksin, kush të vjen ndërmend? Tu e shpejt është drejt. Samantha e Sex and the City. Ta se kishte bënë Samantha tjetër. Jo. Mashkulli perfekt. Johnny edhe Justin Timberlake. Edhe këtë e do shumë e nxjerr në Instagram këtë të fundit. Frik. Si moj? Frikë. Frik. Frik. Ora nëse zgjohem ndonjëherë natën dhe shoh në një orë 3 fiks ose 3:33. Me vërtet? Po, kam kështu them. Tmerë. Pse mos çohesha 1 minutë më vonë? Më vonë ose më shpejt. Thonë shoh në pasqyrë mos ndel ai tip kështu. Sa të mësh më je. Ne mala gata aty. Jo. Po ushqim. Ushqim pasta des maroj. Ti je natyr që mban ditë, shkon palestre, Jo, nuk apo je kështu? Free. Free ha, undem. Jam shëndoshur, sa nuk kam do Ti shëndoshesh në vende shumë të mira, Ronela, më beso. Më beso që unë nuk po pëlqejnë fare ato vendet që shëndoshem. Ose kur çohemi çik kështu. Po pra, që fillim të ishte çuar kështu. Po ushtriva vetëm, po bëja yoga këtu. Po kur mendon për pushime, kush të vjen ndërmend? Maldivet. Vdiqa të shkoj. Ke ndërmend të shkosh? Do shkosh me të dashurin, me shoqen? Po, ai është vend që nuk shkohet me shoqe. Kam përshtypje. Edhe është vend shumë egzotik, po mua më pëlqejnë vendet e qeta, me plazhe dhe qetë, jo zhurmë. Kanë pëlqyer dikur. Po kur flasim për muzikën, çfarë të vjen mendimi i parë që të vjen ndërmend? Michael Jackson. Po, e do shumë. Shumë. Është virgjëresha. Edhe ai virgjëresh si ti. Po çmenduri? Çmenduri për shkakun vjen ti ndërmend. Një, unë kot bëjmi. Kot bëj. Tani e bëre qetë, që t'jetë shmendur ke qenë, mos t'i bëje namin. Shiko, unë kam... Ndonjëherë kur je, ta thash është ajo puna e naivitetit edhe që nuk e di se çfarë mund të presi po e bëra atë gjë. Po. Hec. Jepi. Po,
tani është më ndryshe. A që më tepër plus, e mendoj dhe këtë që mbas atëherë s'kam qenë aq e rëndësishme sa më tash. Thonë edhe jo në sensin e të shiturit mend. Kupton, pa atëherë nuk kam pas asnjë lloj këngë dhe mbas më shifshin që një gocë që e majmë të bëjnë një back vokal, një gjë kështu herë, kupto. Gjë shumë kështu, sepse kështu trajtojnë në Shqipëri në fillimet e tua gjithmonë. Edhe prandaj mbas edhe sërse e kanë menduar shumë rëndësinë, si kanë dhënë shumë rëndësi fjalëve që kam pas të. Po unë kështu kam qenë gjithmonë, gjithë jetën. S'kam ndryshuar kurrë. Do të bëj edhe një pyetje tjetër të fundit, meqense shumë përflitet dhe gjithmonë kur je ti dhe kur është Derka përmendeni shumë. Pyetja ime është kjo. Do ketë ndonjë bashkëpunim me të dy? Meqense jemi midi, u bashkon muzika shumë, që është e vërteta. Se di momentalisht jo. Jo. Unë pas ado si kjo, do kam nisur projektin e vazhdimit të Malagatës. Vazhdimi, dyshi. Që është skenar në vërtet shumë i bukur. Me zi e presë. Edhe shumë tragjik është i skenar, ka shumë dramë dhe vuajtje brenda, por është shumë, ka mesazh shumë të fuqishëm, shumë sensibilizues. Tregohet për atë çka ka ndodhur përpara klipit të parë. Super, shumë e bukur. Edhe ka shumë bëj me aktualitetin, me dramat forta që kalon njeriu. Nuk ka lidhje fare me mua sepse është komplet histori tjetër. Shumë fiksion. Ne mezi do e presim tani këtë. Shohim një tjetër këngë ti prapje këtu, kemi një gjë tjetër për të bërë pastaj. Shohim këngën. Fusim. Tani jemi në fund, se më të shmonde, duhet tiki kam një intervjist tjetër, do vi dikur të bëj një intervjist. Me çka? Si çkam, nuk më puthe, do t'ikësh shpejt e shpejt. A, do t'puth për të. Ta mputur se s'le t'ikësh pa mputur. E di çfarë duhet bëjmë tani, ne gjithmonë të shohim dhe kur të vjen Dermond Ronela, për vetë të vjen një personazh super hiperaktiv që jep energji kudo e të tjerë, një njerëz që kërcen, dhe kërcen shumë dhe këtë e tregove, je mbar me balet, kështu ashtu ke shokë balerin. Çfarë them tjetër? Çfarë do prej meje? Të kërcesh. Çau një herë, hajde, s'më ke çuar fare. Çau, do dalim aty se e di si është puna, askush nga të ftuarit nuk e ka ezauruar dyshemen që kemi bërë këtë pishin. Dhe ne kemi përgatitur një kolazh. Bëhet not. Kemi përgatitur një kolazh që ti do na kërcesh ca lëvizje, të shkurtra të vogla me personazhe që se për shembull nxjerrje ti një këngë, Ronela ka kopjuar Rihanën, nxjerrje ti një tjetër, Ronela bën këtë, bën atë. Po e rëndësishme është që kush ishte më në zë në Hollywood, e krahasoj me ty. Që është gjë mirë në fundi. Nuk e di, jo. Inspirohemi gjithë për të kopjuar s'di. Kopjimi shablon është tjetër gjë, po. Shumë tani po inspiruar, ne e bëjmë për veshje, unë shoh Instagramin e dikujt, marr veshje. Nëse dhe ata që i bëjnë jashtë inspirohen nga dikush, kupton se askush të bëjnë vetë mbi gjitha. Vetëm ne e bëjmë vetë. Shqiptarë që s'kemi asnjë lloj. Momentalisht ti nuk je në një produksion, je vetëm. Unë kam filluar, kam krijuar një lloj stafi, gjithë njerëz të mit, të cilët do kem menaxheri, agjenti, fotografi, edhe do jetë diçka që e komandoj unë, si të thuash, jo e komanduar. Është më lehtë kështu, më mirë, apo? Është më lehtë, më rehat, edhe i zgjedh vetë benefitet, përfitimet, ku do shkosh, ku nuk do shkosh, sepse mund kesh raste që ti nuk ka përballon. Do fillosh me koncerte tani. Yes, sa qef, shumë mirë. Po ç'ne që do këndosh me Zerkën te koncerti i parë që do japësh ti Ronela, pse kështu vallë? Po mirë, pse duhet ta thuash ti këtë? Po pse ti qesh ta herët e mund? Po mirë se i prish puna atij që do na ftoj. Nuk ma merr mendja, po nejse. Hajde, plasi muzikën, jeni gati ju se më vrau Zerka. Sa të bëjmë? Do të fes. Dhe mi të zgjon, për shembull. Hajde! Si e ka, do rritë kështu. Ka një gjë të shumë. Lërë, e gjitha në siklet më vek shumë. Të shumë e bukur. Hajde të vjemi pra në siklet. Ti edhe kërkajnë gjunap. Hajde kemi dikën tjetër. Kemi dhe dikën tjetër tani. Personazhi tjetër është gjithashtu që ti besoj e ke shumë qef. Kam ke vënd siklet ashtu me këtë gjëra. Me vërtet? Pastaj kupton shi Ronela që kampion, personazhet e botës. Qa ke kështu? Sa të gjak jo? Po që themi për bosh. Shok, shok, po. Shok ka aftyr. A të pëlqen Rihanna? Shumë.
e du. Po, klipi që doli një teaser i shkurtër i Tiger, Sanctuary, Ronila kopjoi Rihanna. Është përpara. Ti e Po s'ka përpara, lidhje fare me atë anien asaj, ku kemi xhiru ne, të nesër ka dalë klipi asaj, po ajo çfarë do nxirrim nuk kishte lidhje fare. Ti bërë edhe një status ai takon kësaj gjë sa kohë. Po këtë e kërcen O zot, se kërcen ky? Prit. Hajde, e imitoj një Ky ka një gjë që drejt këmbë. Po. E kam punë edhe unë. Mban me flokët. Hajde, Edhe rrshket, edhe keni kërcyer bashkë edhe e ke më thjesht ta imitosh besoj. Po, referohem në klipit. Klipit, po. Po, ka një gjë kështu zakonisht. I të bëj një gjë kështu. Kështu. Po, të bëj një gjë kështu në për koncerte. Vjen këtu. Kjo është Shakira. Po. Jam shumë e mbuluar për të bërë Shakirën, se një gjë me barë. Shakirën e kam imitu kër kam qenë 12 vjeç. Qa E thua? kërkohet një dhe kam qenë finale, kështu që e qaj këtë, që të ashtë të bëndot. Imiton me vërtet, duhet një qik bark jashtë për këtë, një qik. E i bëza edhe zërin. Pse dhe zërin ja imitone? Po, edhe zërin. Qa Po, thua? ku kam qenë vogël, ja kam bërë këngën tikës në gjaja si ajo. Si Shakira. Këtu, të zbjerë. Na i qik kachurela e kishe bërë? Po, edhe katurela, po. Kam pas flokët e mia të shumë gjata dhe të bukura. Po. Jo, kështu. Jo, se ti vetë gjo dhe të bëjë zdo ngjyrë të mundshme për flokët, nuk të detyroj njeri, nuk të detyroj njeri. Ronela, muzikë shqiptare dëgjon ti? Po, gjoj, shqiptare jam se mos gjoj muzikë Dëgjon, nuk të shqiptare. pëlqen muzika. Po, jam në një vorbull që duhet me patjetër ti dëgjoj edhe. Po. Për shembull Dafinën e dëgjon? Po, pëlqen. Të pëlqen? Sepse është, ka këtë natyrën e lirë, nuk është njeri tunguar, i bërë, nuk është manekin showbizi, është diçka që është e tillë dhe nuk do të ndryshojë. Dhe mua më pëlqen shumë ky fakt Sepse se ka gjithmonë e ke njerëz që kur dalin në skenë janë kuklla, kupton, edhe mbrapa skenës ti mund të kesh njerëz më të ligj, të parasysh, edhe më të qinja, po mund të jesh shumë më të mirë edhe në skenë dalin shumë të qinj. Unë për shembull e kam këto, unë des për pak biçëllik, nuk thonë Dallavere. po, të dukem skenë është një menjëri. Po. Edhe mbrapa skenë jam komplet gjë tjetër. Jam shumë njeri thjesht, vishem shumë, po, jam shumë e qeshur. E kam këtë Po që humorin. ke dhe batut. Po, humorin e kam nga babi. Po. Shkodran, humor, Të tankan. Po, edhe kështu që Sa e gjatë je? 1.70. 69. Gjithsesi po e bëjmë sakrificë, po ta pram. Tani me që se ne e mbaruam, faleminderit shumë që ishe. Ta bëjmë kështu si ta ajo. Si ku? Që është ajo komedia. Ja, tha, kemi 2 vjetë fejuar ta dhe akoma s'më ke puthur. Po një. Ja, fjallën tha, se do të të puth. Hajde më puth shpejt. Dhe puthja jonë do quhet puthja e madhe. Hajde. Ose puthja e. Nuk e puthi. Dua të më puthësh tani. Oh, sa që faleminderit shumë që ishe këtu. Ne kthehemi pas pak. Tani, çfarë ndodh me Coldplay, do thoni ju? Nuk e di çfarë po ndodh me debat muzikore, po sigurisht ka kapur me të gjithë kafshët. Domethënë, disa kohë më parë, kënga që ne e luanim shumë, ishte një klip ku kishte majmuna. Tani kanë kapur me zorë, domethënë deri në fund të vitit që erdhi, 2016, ato do dëgjojnë një kopë zoologjik. Kjo është shumë e sigurt, për këtë mund të vini bast madje. Konkretisht do të flasim për produksionin më të fundit të Coldplay, është një këngë e titulluar Birds, domethënë që në titull flet për zorë, me një videoklip gjithashtu kaq të çuditshëm dhe kanë ofruar djemtë e bandës që kanë krijuar vetë të tërën si këngë dhe si produksion dhe kanë rrezikuar mjaftueshëm sa i takon xhirimit të këtij klipi, kanë treguar që kemi xhiruar në male, ka qenë super e vështirë kjo e fundit për të bërë, por ama ne ja kemi dalë. Është lançuar kënga para prit 11 ditëve dhe banda Alternative Rock po thotë që vetëse e kemi shkruar vetë, po presim kështu me ankth të gjithë mënyrës si do të reagojnë, jo vetëm fansat tonë, por edhe kritikët. Kjo mbetet për të parë në fakt sepse akoma nuk është dhënë një vlerësim, një verdikt kështu final, meqenëse është akoma në provë testi sa i takon këngës. Se sa klikime kishte në internet nuk arrita ta shoh, po ne sillim tani dhe ju vendosin se ja vlen apo jo kjo këngë. Shohim. Është takimi jon i fundit, tani është shqetësuar situata se iku dhe Ronela.
I Kuronela dhe ne jemi më të qetë tani, mëse e thashu që është uragan dhe e vërtetoj mjaft mirë dhe gjatë kësaj bisedës që ne patëm në Fantej. Po e di unë ku dua të ketë uragan, të fuqishëm dhe gjithë ku dëgjoj unë këto çmendurit natyrore që mund të ndodhin në rrjetet tona sociale. Po kjo mund bëhet vetëm me prezencën tuaj, prandaj na kontaktoni, qëndroni me ne, jeni in for live dhe pozitiv deri në fund të ditës edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tonë tv.al. Ne jemi gjithandej, jemi për ju, kështu që bëni pjesë jona definitivisht. Çfarë tjetër kam për të thënë? Do lexojmë komente dhe sot ishte shumë interesante tema, kështu të paktën mendoj unë, sepse po flisim kush është titulli ideal i këngës që i shkon më përshtat jetës tuaj dhe që ju do ta zgjidhni edhe si titull jete. Vazhdojmë me pjesën e mbetur të komenteve duke nisur nga Artiana që thotë love family, friends and of course fun day. Gjithashtu Lady thotë do vendosja Eminem me Slim Marshall, domethënë ke një jetë paralelisht të njëjtë. Sa që them me thotë Driona, fun life thotë Eri, futboll thotë Arionita, deja vu thotë Geni, troublemaker thotë Besiana, jetë koti thotë Aurela, ndërsa Alicia thotë vetëm një pik. Casey thotë KPOP, ndërsa Bobby thot I'm one, you're nothing. Unë jam njëshi. Eni Dona thot jetës tim do i vija titullin largësia dëmton rënd shëndetin. Sa interesante si kisha menduar ndonjëherë këtë po bukur duket. Përshëndesim këtu Eni Don dhe gjithë fan lovers që komentojnë gjin kohë për të argëtuar dhe për të kaluar mirë në këtë dy orë që ne shpenzojmë dhe ndajmë bashkë. Tani përpara se ne të ikim, mund dua t'ju them që pa diskutim pjesën e mbetur të ditës të qëndroni me Ing, se gjëra shumë bukura është ai takimi për ditën që keni me dy zhurmuesit, Rudi dhe Mateo, që sot flasin për diçka tjetër, në fakt shumë të bukur, do të jetë i ftuar Lefter Koka aty, do të ketë shumë gjëra për diskutuar. Në 22:00 startojnë që duhet t'i shihni. Një puntat tjetër për të mos u humbur është tek Intahut me Enxhi, ku sot disa sugjerime në fakt kush janë artistët e hip-hopit që duhet i dëgjoni të mos ju humbisni dhe premtojnë shumë sa i takon 2016-s, dhe ritransmetimi i fundit i një emisioni për të mos u humbur siç është Zoom In për shembull, ku flasim për një situatë shumë të bukur nga mëngjesi i darkë kryebashkiaku përpara disa pyetjeve që jam sikur gjithë ju doni t'ia bëni Erion Velia, dhe janë disa plane të Tiranës që të bëjnë të dashurohesh me Tiranën. Më besoni këtë s'duhet ta humbisni për asnjë arsye në botë. Pa mund të humbisni Telekom Albania, kurse si duhet ta bëni patjetër pjesë të ditës edhe të natës tuaj, sepse vjen kështu jo vetëm, po vjen me shumë paketa efikase sa i takon të konvertuara kjo dhe në minuta dhe në mesazhe, për që gjithmonë pra njerëzve që ju doni, gjithmonë e më shumë për t'u argëtuar, për dhuruar dashuri dhe me 4 gënë që vjen për herë të parë në Shqipëri. Unë i thash të gjitha mirupafshim.